po shihet pra se zonja Vjosa Osmani gëzon një reputacion tek qytetarët, kryesisht elektorati rrugovez. Pra, sepse ishte Vjosa Osmani e cila tradicionalisht kishte kundërshtuar koalicionet me Partinë Demokratike të Kosovës në kohën kur Lidhja Demokratike me Isa Mustafën bënte koalicione. Prandaj dhe zonja Osmani u shpërbly nga votues tradicionalas të LDK-s që kanë qenë rrugovez. Edhe po mundohet që këtë pjesë e kishte dërguar televizin vetëvendosje, Vjosa Osmani ta tërheq pas. Prandaj gjithë fokusi i saj është kë. Derisa zotri Kurti po mundohet për ta ruajtur këtë elektorat, duke thënë se zotria Vjosa Osmani ka qenë e përfshirë në një projekt bashkë me Edi Ramën, bashkë me Grenellin për ta rrëzuar nga pushteti. Pra, këto do të jenë pikat kryesore. Pra, akuzat e zotit Kurti në këtë drejtim ndaj zonja Vjosa Osmani dhe zonja Osmani do të vetëm sa ka filluar, mirë po do ta godas zotrin Kurti në ndjeshmërinë më të lartë të qytetarëve të Kosovës në raportin e saj, në raportin e tij të breshtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, vazhdimisht e ka sulmuar që ka qenë edhe në një rast tha që folmejen e u pranu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se ata ishin gati për t'i vuar edhe vijën e kuqes zotit Kurti. Prandaj në këtë drejtim po bëhet gjithë klima politike, po zhvillohet gjithë narracioni politik, po zhvillohet në këtë drejtim. Pritet ta shpërsuhet që nga sot e tutje, pra do të ketë kryesisht mes këtyre dy figurave. Dhe pikërisht bëhet për ta ruajtur elektoratin rrugovez që ka qenë edhe i cili e ka bërë dallimin qysh prej vitit 2014 të tutje. Dhe fushatën pritet ta dominojë ekonomia, dialogu apo ndoshta edhe përplasjet politike që ju i radhitët pak më lartë? Po, përplasjet politike janë, por pastaj zoti Kurti e ka avantazhin e aspektit ekonomik, ai vetëm sa e ka rritur nga ky muaj, pra shumën që ka qenë nga 325 euro të shkojnë në shumën e 500 euro për lehonat, pra ka shpërndar dhe 100 euro para disa ditësh për studentët, pra zoti Kurti e ka mekanizmat për të joshur qytetarët, derisa partitë opozitare gjithashtu do të premtojnë që këto shuma për fëmijët, për lehonat dhe për studentët do të rriten. Gjithashtu do të ketë premtime që do të rriten pagat në sektorin publik. Pra, këto dy aspekte. Mirë po aspekti por është pra goditja, po themi nën brez e këtyre kundërshtarëve që tashmë janë bërë që kanë qenë aleat të fortë me njëri tjetrin. Sepse pikërisht ky elektorat do ta bëjë dallimin.